Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sodë buke që zhduk rrudhat për një ditë jashtë si ta përgatisni. Shumica e grave marrin trajtime të veçanta të fytyrës për të luftuar procesin e plakjes. Ka shumë produkte të ndryshme në treg të cilat luftojnë pamjen e puçrave të fytyrës, pikave të errta, rrathëve të errët rreth syve dhe të rrudhave. Por në fakt, shumica e tyre janë të shtrenjta dhe humbin efektivitetin e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Ky antiinflamator i fuqishëm, antioksidues dhe gjithashtu një antibiotik ka një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Këtë recetë ju mund ta përgatisni fare lehtë në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të keni janë me të vërtetë mahnitëse. Uthull molle, sodë buke, gjysma e gotës ujë, 1/2 e limonit dhe mjalt. Merrni ujin dhe shtrydhni limonin dhe vendoseni që të gjithë përbërësit që ne përmendëm. Përzieni mirë derisa të keni një masë homogjene. Aplikojeni atë në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë kështu brenda natës. Më pas, përsëriteni procedurën çdo natë përpara se ju të shkoni në gjumë për plot një muaj. Maska më e mirë e cila ju ndihmon ju që të shpëtoni nga rrudhat. Rrudhat apo linjat e fytyrës janë një tregues i parë i plakjes dhe humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem i madh tek gratë, por edhe tek burrat është një shqetësim. Rrudhat gjithashtu krijohen nga mënyra e gabuar e jetesës, ushqimi që konsumojmë. Geni është gjithashtu një faktor i rëndësishëm ndikues. Megjithatë, në ditët e sotme, për shkak të ilaçeve natyrore dhe të ushqimit organik, eliminimi dhe njëkohësisht parandalimi i tyre është edhe më i lehtë. Maska me qumësht dhe mjalt. Juve do t'ju duhet një lugë gjelle mjalt dhe gjysma e lugës së gjellës qumësht organik të papërpunuar. Përzieni mjaltin dhe qumshtin për të masazhuar të gjithë lëkurën tuaj. Aplikojeni ato më shumë tek zonat me më shumë rrudha dhe më pas prisni për 10 minuta dhe lajeni me ujë të vakët. Substancat të cilat ndodhen tek këta ingredient mund të ndihmojnë në thithjen e lagështisë së lëkurës duke përmirësuar elasticitetin e saj. Kjo maskë gjithashtu eviton edhe shfaqjen e rrudhave. Recetat më të mira natyrale që zbehin në rrudhat dhe plakjen e fytyrës. Rrudhat janë pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz, rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime tërësisht natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej recetave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe ai zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur kështu për disa orë. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar kryesisht në zonën e rrudhave çdo mbrëmje.
Vitamina E hidraton lëkurën, i zbeh rrudhat dhe njëkohësisht e ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzdini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe njëkohësisht në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet ta bëni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës. Gjithashtu ruani ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim mërinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mundet që ta përdorni. Ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Gjeli i aloe verës gjithashtu mund të jetë një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzdini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban gjithashtu vitaminë C dhe nxit edhe formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzdini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojini lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni atë si një maskë natyrale dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe njëkohësisht përmirëson edhe qarkullimin e gjakut. Ndërkohë mund të përdorni edhe maskën me limon kundër rrudhave. Për këtë maskë do t'ju duhet një limon dhe 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt. Pambuk. Si ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin, lëngun më pas përzieni me mjalt. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas pastroni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Rezultatet që do të shihni janë pamje e freskët dhe më pak rrudha, lëkurë e butë dhe e shëndetshme fal edhe vitaminës E dhe C, lëkurë elastike dhe rinore fal flavonoidëve të cilat gjenden tek agrumet. Maska natyrale me karrotë dhe mjalt. Për këtë juve do t'ju duhet një karrotë, 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Lajini dhe prejni karrotën, vendoseni më pas karrotën në blender. Kur të jetë gati, shtoni aty edhe mjaltin dhe përzini mirë së bashku. Vendoseni maskën në fytyrë, lëreni të qëndrojë për 20 minuta dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Këtë trajtim aplikojeni 2 herë në javë. Rezultatet që do të shihni janë lëkurë më e shëndetshme fal sasisë së lartë të antioksidantëve dhe reduktimi i rrudhave. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar
dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.